Në një buzëmbrëmje të vitit 1969, në një stin që nuk mbahet mend, dy të rinj i japin lamtumire në përhershme njëri tjetrit. Askush nuk e di se si u ndan. Zhurma e trenit të podujeve si dha fund lidhjes së tyre, por nga ana tjetër shkaktoi një breng të pamas në zemrën e dy fëmijëve që s'do e provonin më kurrë për këdheljen e nanës. Kush e di se çfarë provonte në shpirtin e saj, e ku i fluturonte mendja Francisca Imerović, teksa treni rrëshqiste mbi binar drejt fushë Kosovës e më pas Slovenisë. Me siguri duhet ketë menduar që ai tren do ta sillte përsëri pranë fëmijëve të saj, por në fakt vitet i zunë vendin njëra tjetrës, e sot as fytyrën nuk ja kujton më njëri. Në një rrëfim teje të ndjerë, mes lotësh e mallëngjimit të madh, Francisca e Gëzim Imerović tregojnë historinë e dhimbshme të familjes së tyre të copëzuar mes Kosovës e Slovenisë. Babai më konë i Podjevës, edhe në fshatit Kërpime, edhe u shku i vogël, ka punu atje në Sloveni, u martu me nonën ten, kur i ka pos nëna jam 20 vjetë, më ka lindë mua. Në Ljubljan, Zimeri dhe Francisca thuhet se kishin një jetë normale, dy fëmijë ende të vegjël, por që natyrisht duhet e kenë qenë pika më e fortë që i mbante të lidhur me njëri tjetrin. Sado e mirë të ke qenë jetesa e Zimerit në kryeqendrën e bukur të Slovenisë, ai prapë se prapë ishte veçse një emigrant i thjeshtë, që i duhej të punonte fort për të mbajtur familjen e re. Në një sprov me veten, për fëmijët e Franciscën, ai vendos të rikthehet sërish në vendlindjen e tij, në Podujev të Kosovës. Po, se di, a i kun pos 4 vjetë, a 5 vjetë që na orë këho, nuk e di. Me nonën teme nuk e di so ka nejtë, a 2-3 muaj, a 5-6 muaj, so ka mujt me nejtë bashkë nuk e di. Edhe jo ndo, ta na, që shkena mujt kena jetuar. Disa thonë që fatin gjithsecili e ka në dorën e vetë. Disa të tjerë mendojnë ndryshe, po kur përfundimi është një lloj, e çfarë rëndësie ka? Ajo që ishte shkruar për të ndodhur, fatkesisht ndodhi shpejt. Kontradiktat mes Zimerit e Franciscës bën që fatet e tyre të shkruheshin larg njëri tjetrit, aq larg sa në fillim, sikur të mos ishin njohur kurrë. Behia i kujton kështu momentet e fundit me nënën e saj. I me një herë kon him puna i ke, nëna jam e këtu në Kosovë, edhe nuk i di çka janë në mi vetin nuk di, se më konë e vogël, veç e di që tha unë po shkoj, tha po vjen ti me muaj. Thash, e merë Gëzimin, tha, ju, vesh ty. Edhe ajo shkuve. Është kthyer mbrapa në Sloveni. Veç e moj men, që u kon aksham, e moj men, që na kalon neve flajtun, edhe e ka quaj drejt e treni, që atu e moj men, e ku këthy baba, ma kur që ma se kom pa në në kur. Kur nuk lihet, lit me shpirti nuk dëgjohet. E janë dolot që nuk shihen, zemra e prindit kur coptohet. Tash e di moj nonë çka është e vladi, tash kur e prindu bana vet, e me pas muj kohën me kthy, edhe një herë me t'pa me sy, e me të thonë, më falë moj nonë.
Refuzimi i vajzës për të udhëtuar drejt Slovenisë me nënën e saj duhet ta ketë coptuar zemrën e Franciskës. Por Behia ishte vetëm një fëmijë i vogël që s'dinte t'u jepte drejtim situatave aq të vështira të rriturve, por një gjë kishte kuptuar, që duhej të rrinte pranë vëllait të saj gëzimit. Kush e di, ndoshta kjo do të kishte bërë që nëna e tyre të mos largohej larg, ose së paku do rikthehej përsëri pranë tyre. Mbase Behia ndihet pak në faj që nuk e ndoqi nënën drejt Ljubljanës, por kështu ka një motiv më të madh për të besuar në ndjenjat e saj. Ajo e di më së miri që nëna e tyre nuk i kishte harruar, pasi këtë gjë e vërtetonin letrat që dërgonte. Ka gju letra, baba nuk ka dashur mi pranue, ka thonë se mi merr fëmin. As se ka dashur me djalit migjës, më ka thonë mua që shtë ta ka që nëna jote një letër, unë e ku morë në dorë, ma ka morë pej dorë e tha, nuk ban me javën kësajna, edhe i ka bërtit atina, ka hënë nuk ban me pas, ka dhe në kontakt jo me to heq, se shkan atje, edhe as ku marrë letra, as kur gjë heq, jam interesu për qikat e halës, jam shku të tu, edhe këmë thonë, tha, tha si orë, tha me herët, se na kena pas letra, tha të sajna plët, ha po, tash luftaj, tha i ka sës, ta na zdim kur gjë. Pa foto e pa një identitet të saktë, përpjekjet shumë vjeçare të gëzimit e Behijës për të rënë në gjurmë të nënës e tyre kanë qenë pa rezultat. Mbi emrin Imerović, Franciska e mbajti për pak kohë, e më pas thuhet se u rikthye në vendlinjen e saj në Lutomir të Slovenisë. Lutomirit është, a bashkë me babën ka jetue në Ljubljanë. Franciska, një vëlla e ka pas, nënën e ka pas, e një motër i ka dekëre. Se sa i ka munguar Franciskës prania e fëmijëve, kjo është një pyetje ende pa përgjigje, por mund të merret me mend. Letrat e saj nuk u binin kurrë në dorë fëmijëve, e ajo përsëri gjendej e vetme rrugëve të vendlindjes së saj në Sloveni. E Behia me gëzimin po, ata kanë mundësi të tregojnë atë çfarë ndjejnë për gruan që i sollin në jetë. Mungesa e mops është e pashurme. Gjithmonë është një zhrastim, një mungesë. Të thesh shnon që gjë më është. Sa herë bi me flajt, më bjen men. Për ta, thëmë ku është, të kështë. Thëma është shluta. Unë doja do t'i thoja, mos tute për kërkujna, po do të vjetë të fëmije vetë. Veç i shodha e gjoj gjallë, ke shobili një herë. Treni vazhdon rrugëtimin e tij, kryqëzohet me të tjerë. Ajo që askush se di është se në cilin stacion ka ndaluar Franciska.